Kafshët shtëpiake luajnë një rol të rëndësishëm në jetën tonë familjare, shpesh nga dashuria për ta u japim ushqime të pashëndetshme. Mjeku veteriner Sokol Malaj shpjegon dëmet që shkaktojnë ushqimet e ndaluara në organizmin e tyre. Ushqimet me krip, ushqimet pikante, kockat pa diskutim, lloje të ndryshme ushqimesh tipi i qumshtit, ëmbëlsirat, të gjitha këto janë të dëmshme dhe të ndaluara për kafshët. Një pjesë dëmtojnë traktin tretës, se për shembull kockat mund t'i bllokojnë ose mund t'i çajnë pjesën e traktit tretës, mund të çajnë zorët, mund të çajnë stomakun. Por cili ushqim është i përshtatshëm për ta? Ushqimi me kokra, ushqimi i thatë është më i përshtatshëm sepse është i llogaritur nga nutricionist për kërkesat dhe nevojat e kafshëve. Por në pamundësi të ushqimit me kokra edhe ushqimet e shtëpisë mund të përshtaten shumë mirë për nevojat e kafshëve. Duhet që ushqimet jenë të ziera, duhet jenë pa yndyrë, duhet jenë pa krip, duhet jenë pa sheqer. Për shembull orizi me perime, me pak mishpule, do ishte shumë mirë për një dietë ditore për kafshët tona. A mund të konsumojnë dhe fruta dhe cilat rekomandohen? Mollën ne me limit mund të përdorim, pjeshkët mund të përdorim, banane gjithashtu. Duhet kemi shumë kujdes, frutat që kanë sasi të lartë sheqeri dhe që janë pak të dëmshme, rrushi është i ndaluar, dardha nuk është e mirë, edhe qershijat edhe pse janë të vogla janë pjesë e frutave që duhet të jepën, por me kujdes. Dieta ushqimore për katërputroshët është e rëndësishme në mënyrë që të jenë të shëndetshëm e të jetojnë sa më gjatë pranë nesh.